Horoskopi ditor e martë 21 tetor 2025. Dashi, pritet që gjërat të shkojnë mirë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Partneri do ju mbajë në pëllëm të dorës dhe do ju surprizojë në çdo moment. Beqarët do kenë takime të papritura, por që do ndryshojnë jetën për mirë. Në planin financiar, ka rrezik të bëni disa gabime të pafalshme, të cilat do ndikojnë mjaft në të ardhmen e gjendjes suaj. Demi, Venusi dhe Neptuni do bëhen bashkë sot dhe do krijojnë një klimë harmonike. Do dashuroheni pa dorashka dhe do ndiheni për mrekulli. Beqarët duhet i bëjnë syt katër dhe të shohin mirë kudo që të shkojnë. Në momentet që më pak e presin, mund të shfaqen persona interesantë. Në planin financiar do keni goxha përmirësime dhe do ndiheni mirë. Binjakët, do ndiheni të kënaqur sot pranë atij që dashuroni dhe nuk do kërkoni të ndaheni për asnjë çast. Shpesh do ju duket vetja si në ëndër. Beqarët do jenë më mirë ashtu si janë dhe nuk do kërkojnë me ngul një person për ta pasur në krah. Në planin financiar ka rrezik që të keni goxha probleme, për shkak se kohët e fundit jeni treguar të pamatur dhe të pakujdesshëm. Gaporja, do keni shumë fat në planin sentimental gjatë kësaj dite. Partneri do ju mbajë në pëllëm të dorës dhe do kaloni çaste të mrekullueshme. Edhe beqarët do jenë në fat dhe më në fund, pas kaq kohë shkërkimi, do e gjejnë atë që ju përshtatet në çdo pikë. Padhurat do vinë duke u rritur, do jeni disi më të qetë se kohët e fundit kur të kryeni shpenzime. Luani, do jeni shumë të qartë për ato që doni të bëni në jetën tuaj në çift sot, dhe do flisni hapur me partnerin. Ai do jetë i gatshëm t'u plotësojë dëshirat më të zjarrta. Beqarët nuk do jenë në humorin e duhur për të filluar një histori dashurie dhe do mbeten sërish vetëm. Gjendja financiare do jetë e mirë, por kjo nuk do të thotë që ju të shpenzoni me sy mbyllur. Virgjëresha, gjatë kësaj dite do përjetoni emocione të paparashikuara dhe emocionet do jenë të njëpasnjëshme. Partneri do jetë ai që do të mendojë edhe për detajet më të vogla. Beqarët nuk do mendojnë për dashurinë, por një takim i papritur do i bëjë që të mos qëndrojnë indiferent. Nuk do ju pëlqejë as pak të kurseni para, por situata do jetë e tillë që duhet ta bëni patjetër. Peshorja, do keni nevojë shumë të madhe për më tepër qëndrueshmëri në jetën tuaj në çift sot. Po vështirë se do ja dilni. Partneri do jetë në humor të keq, nuk do preferojë të qëndrojë pranë jush. Gjithsesi, mos u nxitoni të merrni vendime. Beqarët duhet të mendojnë mirë për atë që duan të bëjnë para se të vendosin. Financat nuk do jenë problematike. Akrepi, asgjë rëndësishme apo veçantë nuk ka për të ndodhur sot në jetën tuaj në çift. Në përgjithësi, do jetë rutina që do mbizotërojë. Beqarët nuk do jenë të vendosur për atë që duan të bëjnë dhe mund të humbasin edhe mundësi që do jetë për histori dashurie pasionante. Financat do kenë probleme të vogla. Merrni sa më shpejt masa strikte. Qytetari, të dashuruarit do kalojnë çaste romantike pranë të dashurit të zemrës. Nuk pritet as problemi më i vogël mes tyre. Beqarët duhet të tregojnë shumë të matur gjatë kësaj dite, sepse disa persona do kërkojnë të joshin vetëm sa për t'i lënduar më pas. Mos ja kini besën askujt. Në planin financiar duhet të bëni pak ekonomi. Do ju duhen para për më vonë. Bërciapi, do thelloni edhe më tepër lidhjen në çift gjatë kësaj dite dhe do bëni plane mbi të ardhmen. Disa mund të mendojnë për një martesë shumë shpejt. Beqarët do preferojnë edhe sot të qëndrojnë ashtu si janë. Nuk ka ardhur ende koha për ndryshime. Në planin financiar duhet i bëni syt katër dhe të mateni mirë para se të shpenzoni. Ujori, ditë euforike kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Si ju ashtu dhe partneri do të jeni të gatshëm të toleroni dhe të bëni gjithçka që çdo gjë të shkojë për mrekulli. Beqarët do jenë me shumë fat në dashuri. Jeta e tyre do ketë ndryshime rrënjësore. Klima ujore nuk do jetë e keqe as për financat. Gjendja do jetë përgjithsisht e mirë nëse shpenzoni me kursim. Peshqit, ju që jeni në një lidhje duhet të gjeni mënyra të veçanta për ta shprehur dashurinë. Në këtë mënyrë do ndiheni të dy më mirë. Priteni dashurinë në shikim të parë sot për të dashuruarit. Megjithatë, nuk duhet menjëherë të hidhni hapa. Njihuni menjëherë me ata persona. Në planin financiar duhet me patjetër të merrni masa. Kërkoni edhe ndihmë nëse nuk ja dilni dot vetë.